Ramadan Krasniqi është një nga zërat më të veçantë dhe potent të skenës. Ai është ndër të paktët këngëtarë që këndon live kudo që është i ftuar, edhe pse tashmë rreth 70-tave ai vijon të këndoj live dhe shprehet se sa të kem zë, kështu do të këndoj. Por ajo që ka më shumë interes për ndjekësit e tij është jeta private e Danit. Jeta nuk është treguar shumë bujare me këngëtarin, pasi ai humbi gruan në moshë shumë të re dhe u detyrua të bëhej baba dhe nën për fëmijët e tij. Që nga dita kur humbi gruan, ai bëri një premtim vjerrës dhe vëllezërve të gruas. Sa të jem gjallë, nuk do të martohem kurrë, askush nuk mund ta zëvendësoj vendin e gruas time. Edhe sot, në moshën 70 vjeçare, ai thot me krenari: unë atë premtim e kam mbajtur. Ajo që humba ishte një dhe e vetmja për mua. Megjithatë, jeta e këngëtarit nuk ka qenë gjithmonë e bukur me koncerte dhe me fansa që pëlqejnë muzikën e tij. Para se të bëj këngëtar, Dani ka patur një tjetër profesion që pak veta e din. Ai ka punuar si këpucar në pej. Edhe në këtë zanat, Dani ka qenë specialist, por zërin e kishte dhurat nga Zoti dhe më pas ju fut muzikës dhe këtu filloi të kishte sukses. Pasi njohu suksesin, ai e la zanatin e tij të parë si këpucar për të fokusuar më pas tek muzika.